Të jesh në adhurim të drejt për drejt me Zotin Gjeleshan nuk ka kënaqësi më të madhe shpirtërore. E falenderoj gjithë ata të cilët kanë kontribuar që sot me këtë sukses kaq të madh të bëjmë hapjen e garave këtu. Sot rinia, elhamdulillah, janë të lidhur zemrat e tyre me Kur'an dhe vazhdimisht e përsërisin Kur'anin. Mendoj që gara do të jetë shumë e fortë. Shqiptarët në Ballkan për bukur lexim janë numër 1 dhe në Europë këtu mundna me thënë. Jeni djalë hoxha apo? Jem di shumë mirë, po edhe pak i stresuar se kjo është një gara shumë madhështore dhe ndërkombëtare. Kur'anin e kam mësuar me babin, krejt sot dëgjues ai kam mësuar me babin, po edhe pak në medresën e Gjakovës. Selam aleikum të dashur miq të RTV-s, jemi sot këtu në ditën e parë të garave të Kur'anit në nivel ndërkombëtar që organizohen nga Bashkia Islame e Përmajat. Selam aleikum, mirë nderuam. Si po ndihni sot kur për herë të parë në Kosovë po mbahen garat në nivel të tillë, në nivel Ballkanit, garat e Kur'anit? Bismillahirrahmanirrahim. Unë e thash edhe në fjalën time të hyrjes se Muhamedi alayhis salam ka thënë, ai i cili nuk falenderon njerëzit nuk ka falendëruar Zotin. Dhe është e udhës që s'pari të falenderoj për një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë, e vëllazëror që kemi me Ministrinë për Çështje Vetare të Arabisë Saudite, ne si Bashkia Islame e Kosovës. Dhe ky bashkëpunim ka sjellë edhe këtë fryrë të mbartë së këtyre garave, të karakterit ndërkombëtar ku marrin pjesë 22 shtete të ndryshme të Evropës dhe është një rast i mirë që vërtet edhe më Kosova të njihet në arenën ndërkombëtare. Mirë po, ne po kalojmë sot në diçka që është hyjnore. Ajo është fjala e Zotit, e të madhit Zot, Kur'ani, që është për herë të parë në këtë nivel që mbahet në Kosovë. Të dashur miq, pra neve kemi recituesin apo kënduesin e njohur botëror, Hoxhën Egzan Ibrahimi. Selam aleikum. Aleikum selam. Faleminderit që ndave kohë për një pranësim për RTI-n. Si po ndiheni sot në Prishtinë? Alhamdulillah, po ndihemi shumë mirë. Zemrat tona mbushura me Kur'an. Faleminderit edhe juve për këtë intervistë që po e bëjmë shkurt. Allah ju nderoft. Ju keni marrë pjesë në shumë gara të Kur'anit, jo vetëm në nivel Ballkanit, po në nivel botëror. Sot këto gara po zhvillohen në Prishtinë. Çfarë ndjesi është për juve sot? Shumë e vërtetë i nderuam vëlla. Ne ka mundsuar Allahu me marr pjesë në gara ndryshme të botës. Edhe gjithmonë kur kam marr pjesë në ato gara botërore, kam thënë vetë me vete, inshallah Allahu na i mundson që një organizim të tillë me pas edhe në Kosovë. Falënderimi tek Allahut, mirë po falënderim veçantë Bashkisë Islame të Republikës Kosovës që e kanë bërë në bashkëpunim me Ministrinë e Çështjeve Fetare të Arabisë Saudite dhe kanë bërë një garë kështu të nivelit botëror. Ju jeni njohës edhe disa leximeve apo i kirajetave. Sot veç fillimi, çish do kanë kandidatët? Unë pata nderin që me ftesë zyrtare dhe të private të muftisë të Kosovës na jemi të Tërnava, pranoj ftesën me hap të gara me lexim të Kuranit. Unë i njoh tash disa lexues edhe të Kosovës, edhe të Maqedonisë, edhe të Bosnës, sepse rrjetet sociale kanë bërë vetën dhe ne mundohemi që sadopak me përcjell mesazhe ndryshme tek lexues të ri të Kuranit. Ajo që muj me thonë është që një gara ka me qenë shumë e fortë, sepse sot rinia, elhamdulillah, janë të lidhur zemrat e tyre me Kur'an dhe vazhdimisht e përsërisin Kur'anin. Dhe nga ajo që pash fillim, mendoj që gara do të jetë shumë e fortë. Pra neve kemi kryesuesin e juristë për sot. Ju lutem na prezantoni, ne kemi kryesues. Po, me ne është kryesuesi i komisionit, është profesor doktor Nasër, në Universitetin Xhamat el Imam, që kanë orë përbërje prej 6 komisionit, do thot antar komisionit. Do ta pyesim inshallah me lejen e Allahut, unë kam derën që jam nxënës në këtë universitet. Maj mikrofonin se do ta pyesim Hoxhën e nderuar, si po ndiheni sot këto gara të Kuranit që po zhvillohen në Kosovë. كيف تشعرون بهذه المسابقات في كوسوفا شيخ؟ أولا نحمد الله جل وعلا على تيسير هذه المسابقة، ونحن نشعر بالفخر والاعتزاز أن نرى حفاظ القرآن وقراء القرآن والذين يمثلون رسالة الإسلام المعتدل، الإسلام الذي هو خير ونور للبشرية كلها. Gjejmë shumë i kënaqur dhe i lumtur që jemi pjesë përbërëse e këtij organizimit garave të Kuranit dhe
çka është më rëndësi është se na nëpërmes këtyre garave dëshirojmë që ta shpërndajmë mirësinë e Islamit, Islamin mesatar dhe lutem Allahun që të jetë shembull dritë, shembull tyr për këto shoqëri që jetojnë këto pjesë të botës. Selam alaikum. A je mirë? Mirë. Emrin? Muhammed Morina, Për ka keni orë të? pi Gjakovës. Jeni djalë hoxha, po? Çish je ndi sot që ke marrë pjesë në gorat e Kuranit? Jem di shumë mirë, po dhe pak i stresum se kjo është një gara shumë madhështore dhe ndërkombëtare. Ju, për cilën vend keni garu? Për cilin nivel? Me 2 gjuza, Ku i ke mësu Kuranin? Kuranin e ku mësu me babin, krejt që 2 gjuza i ku mësu me babin, po dhe pak në medrese Gjakovës. A i shkon vështirë me i mësu 2 gjuzat Kuranit për mensh? Jo, so shumë 2 gjuza. Ku ki pas mas vështirë ngjetë se ma shumë që të ka orë mas zore? Mutafifin. A bon pak vish një ajet Kuranit më na kënu? Po marë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Mashallah. U bofsh prej lezuesve të Kuranit botëror. Amin. Pra neve kemi dhe profesorin ndëruar zotri Fitim Fluga. Selam aleikum Hoxha Fene. Selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qysh po ndihesh sot në ditën e parë të garave të Kuranit nivel Ballkan që po zhvillohen kuadër të Bashkisë Islame këtu në Kosovë? Natyrisht ndjenjat tona janë ndjenja shumë të lumtura, natyrisht ndihemi të lumtur dhe pse më në fund edhe Kosovës i dha rasti që të organizojë një garë e cila është botërore faktikisht, edhe pse kësaj radhe është në nivel regional, në nivel rajonal ta quajmë, sepse i gjithë rajoni i Ballkanit merr pjesë, po dhe kemi edhe nga Evropa, do thotë, pra i kalon kufijtë rajonale, është do thotë një garë evropiane që garojnë djemtë më të mirë që kanë përmendesh dhe njohin leximin e Kuranit. Unë kam edhe një përvojë sepse në të kaluarën kam qenë edhe kryetar komisioni për garat e Kuranit të imamëve të gjithë Kosovës para 10 viteve, por përderisa ajo ishte një garë shumë e ngushtë vetëm për Kosovën, këtu natyrisht jemi shumë të kënaqur dhe shumë të lumtur që më në fund, sidomos ne si nënpunës Bashkisë Islame, kemi një kënaqësi të veçantë kur na jepet mundësia që të organizojmë një lloj si eventi kaq të rëndësishëm për gjithë besimtarët musliman, në veçantë për ne muslimanët shqiptarë, po dhe të gjithë rajonit. Cilin vend mendoni se fitojnë kosovarët? Shiko, kosovarët nuk mund të garojnë në kategorinë e parë, dytë dhe tretë, po në kategorinë e katërt mund të zenë vendet të mira, do thotë spaku të jenë në mesin e 10 vendeve të para.